numra dhjetor dhe numra binar. Në jetën e përditshme ne përdorim numra dhjetor. Janë ato që rëndom shohin kudo, 1-shin, 2-shin, 3-shin, 4-shin. Nga ana tjetër kompjuterat lexojnë numrat binar, të cilët shprehen me 0 dhe 1. Çfarë do thotë 0 dhe 1? 0 dhe 1 do thotë i fikur apo i ndezur. Dhe në momentin që kompjuterit i shfaqet një numër, ai shfaqet në bits. Bits është shkurtimi i binary digits, në anglishtja numra binar. Po si ndodh kjo konkretisht? Atëherë, para kompjuterit, bitcat renditen si puna e ushtarëve, njëri mbas tjetrit, dhe ato i korespondojnë numrave të ndryshëm me bazë 2. Dhe në bazë të vlerës që ato marrin 0 dhe 1, pra e fikur apo i ndezur, ato mund të shprehin një vlerë përfundimtare që shkon nga 0, nëse të gjithë janë të fikur, deri në 2 në fuqinë e numrit të bitseve të rreshtuara minus 1. Duket e komplikuar, por tani do shohim sa e thjeshtë është. Le ta bëjmë më të thjeshtë. Të marrim 5 bitsa. Si që shikoni, kemi renditur 5 numrat e parë me bazë 2. 1, 2, 4, 8, 16. Si funksionon? Në varësi të vlerës që merr biti, 1 apo 0, pra i ndezur apo i fikur, ne shohim që në mënyrë figurative numrat lart zhduken. Dhe për të kuptuar se kush është numri i shprehur, thjesht bëjmë mbledhjen e atyre që akoma shohim. Pra 1, 4 dhe 8, shuma e cilëve është 13. Po çfarë do ndodhte sikur ne të ndiznim dhe të fiknim bite të tjera të ndryshme? Bëjmë një ndrim të vogël, atëherë kjo ndizet, kjo fiket dhe kemi një rend tjetër, kemi 1, 2 dhe 8 dhe vlera e re është 11. Në bazë të renditjes së biceve, të ndezjes fikës të tyre, ne gjithmonë kemi vlera të ndryshme. Kjo është një lojë simpatike që mund ta bëni me miqtë tuaj dhe mos harroni të komentoni dhe të shpërndani këtë video.